Nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në përvjetorin e themellimit të vatrës Long Island dhe shkollës shqipe Gjergj Fishta, New York. Për ne, është nder dhe kënaqësi që kemi këtu në mesin ton e të festojmë së bashku këtë ditë të fest dhe komunitetit Long Island. Pa humbur kohë, le të fillojmë me programin dhe t'ju lutesha secilit prej jush që të respektoni kohën në dispozicion. Në fjallin e tij përshëndets, pasi programi është i ngjeshur me koncertin artistik të nxënësve të shkollës shqipe Gjergj Fishta, ftojmë kryetarin e vatrës Long Island, Dr. Paullin Marku. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Ndihem me fat që ju kam dhe ndihem me fat që festojmë së bashku. I nderuar editori i gazetës Dielli, gazetës historike Dr. Sokol Paja. Sot fatkeqësisht do të kishim edhe disa përfaqësues tjerë, por për arsye objektive kanë dërguar fjalimet e tyre, por të gjithë së bashku do të përpiqem që të jemi konqiz që kohën më të madhe t'ja u lëm fëmijëve të shkollës shqipe, sepse secili ka vendin e vet, por ato janë motivim dhe frymëzim për gjithë ne. Dega jonë linji si një ide për të bashkuar komunitetin, për të ruajtur vlerat adetare historike të parëve tanë, me në krye Fanolin, Fajkonicën, Kristo Floqin e shumë intelektual shqiptar, gazetare adetar të flakët, që kontribuan gjithçka për të ndihmuar për pavarësinë e Shqipërisë, pavarësinë e Kosovës, në ruajtjen nga coptimi i trojeve shqiptare, ndihmuan financiarisht vendlindjen dhe mbi të gjitha ngritën edhe marrëdhënie të shkëlqyera me vendin mik dhe krenar, dhe ndjehemi me fat se kemi në krahën ton Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me fat që në momente kritike të ekzistencës së shtetit ton, ku Amerika u gjën në krahun e popullit shqiptar dhe me veten e presidentit Wilson, për fatin e mirë, Shqipëria i rezistoi kohës edhe pse e coptuar. Po ashtu edhe në luftën e Kosovës, dhe ne e dim shumë mirë që NATO, por me dorën e hekur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u vendos pavarësia një popull të vujtur për dekada dhe shekuj me radhë. Në këtë frymë bashkëpunimi, komuniteti lindi ideja themelimit të degës tonë Vatra Long Island. Me iniciativë dhe me mbështetjen edhe të vatrës Long Island, me në krye zotin Elmir Berisha dhe adhetarëve shqiptar të Long Island, iniciativës për themelimin e degës ju bashkuan me shumë dashamirësi dhe kontribut, duke filluar me David Turkaj, Besnik Bajraktari, Afrim Gega, Kismet Domi, Claudio Turkaj, e me pas ju bashkuan edhe shumë komunitar tjerë, Prendoja, Enar Qepuri, Karafil Bilali, Fejma Altim Durra, Artan Domi, Faldrin Mulaj, e shumë adetar, ndjes që nuk i përmend gjithë, por gjej mirënjohje për secilin prej jush. Po angazhimi i tyre dhe veprimtaria e kësaj dege arriti të bashkojë shqiptarët e Long Island dhe realizuan me sukses aktivitete kulturore, shkencore, pritem autoritete nga Shqipëria, bashkëpunuam në aktivitet me Vatrën Qendrore Bronx, Vatrën Queens, Vatrën Bronx, Vatrën Boston, bashkëpunuam dhe me festa të tjera, si që ishte festa Malësisë Madhe, bashkëpunuam me xhamin e Richwoodit, drejtuar nga miku i degës ton Imam Edin Gjonaj, bashkëpunuam me morën pjesë në aktivitetin e kishës shqiptare Zoja Shkodrës, drejtuar nga një tjetër mik i kësaj dege, Don Pjetër Popaj, me disa vetran vizituam varrin e Nolit, memorialin e Fajkonicës, organizuam si deg festën e pavarësisë së Shqipërisë, pavarësinë e Kosovës, festët të ndryshme të fundvitit, kemi edhe disa projekte të tjera që presim me padurim për t'i realizuar me shkollën Gjergj Fishta. Krahas degës tonë Vatra që u themelua me 26 tetor 2024, po në të njëjtën ditë u themelua dhe shkolla shqipe Gjergj Fishta, New York, me iniciativën të Dr. Paullin Marku dhe mësuese Fabiolas për të shërbyer fëmijëve të komunitetit tonë. Mund të themi se kjo shkollë lindi si domosdoshmëri për fëmijët e Long Island për të mësuar gjuhën, historinë, kulturën e traditën shqiptare. Qëllimi të njohim fëmijët, rrënjët shqiptare, të kultivojmë dhe të ndihemi koronar për kërgjinën e prindve tanë. Emri kësaj shkolle lindi si një mishrim i njeriu të madh të kombit shqiptar, pjesëmarrës e drejtuesi i Kongresit Manastirit, ku mbrojti me besnikëri alfabetin e gjuhës shqipe, poetin, shkrimtarin, klerikun, politikanin e adetarin shqiptar, që zemra t'i rrahu për shqiptari, pa dallim krajnor, por me një qëllim të vetëm, për të shërbyer Dheut. E ai ishte Gjergj Fishta. Ndaj edhe kjo shkollë zgjodhi këtë emër të njeriu të madh.
Shkolla mori rrugën e duhur dhe interesimi i prindërve për të mësuar fëmijët shqip ishte mbështetja më e madhe për të gjithë ne. Iniciativat janë të ndryshme, por kjo shkollë duhet ju them se para një viti fiks me 26 tetor 2024 nisi falas, do të vijoj falas dhe për aq kosa do të jemi unë dhe mësuese Fabiola do ta drejtojmë falas. Fal bashkëpunimit dhe mbështetjen të vatranëve dhe veçanërisht të prindëve të shkollës shqipe. Në fjalën hapse të shkollës unë theksova se nëse do të kemi bashkëpunime, prind, staf shkollor dhe nxënës, patjetër që do të arrisim të gjitha me sukses dhe ashtu ndodhi vërtet. Gjatë vitit shkollor 2024-2025, shkolla jonë zhvilloi mësimin e përjavshëm, organizuar në bashkëpunim me Degën Vatra Long Island. Organizuam edhe koncerte të ndryshme, me këngë, valle, recitime, festën e pavarësisë, pavarësinë e Kosovës, festat e fundvitit, festuam 7 marsin dhe më emocionali ishte kur çdo nxënës kishte shkruar letër nënës në gjuhën shqipe me një trëndafil të kuq që emocionoi të pranishmit. Shkolla jonë ka marrë pjesë me valle popullore në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kemi festuar edhe një qershorin e të tjerë. Për vitin 2025-2026 kemi vijuar mësimin rregullisht çdo të shtonë, numri i nxënësve është gjithnjë në rritje dhe interesimi e bashkëpunimi i prindërve është i mirë dhe dua të them se ju jemi shumë mirënjohës për gjithçka ju bëni që kjo shkollë të vijojë misionin e shenjtë të mësimit falas në komunitetin e përjavshëm. Jemi pjesë e projekteve që do të realizoj Federata Vata me Book Fest që pritet të mbahet 28, 29, 30 nëntor. Kemi bashkëpunuar edhe me shoqata të tjera për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, por ato do t'i prezantojmë në një moment të dytë. Gjej rasti të falenderoj çdo prindër, çdo vatran i cili e ka mbështetur dhe vijon ta mbështesë këtë degë në mënyrë që komuniteti shqiptar Long Island të rritet dhe të ecë përpara. Në qoftë se ne do të jemi të bashkuar, jam i bindur se do t'ja dalim. Ne kishim nevojë për një komunitet, jo se nisem ne, unë me Fabiolën apo me Davidin, Besnikun, Afrimin, Enardin, Prendin e me tjerë, po vërtet ne kemi nevojë të jemi të bashkuar. Ne kemi nevojë të ecim përpara dhe mënyra më e mirë është që të bashkojmë komunitetin të ecim përpara. Unë nuk duhet ju ha shumë kohë fëmijëve se mora goxha tepër, por falenderoj secilin prej jush për pjesëmarrjen dhe uroj që të kemi një ditë të gëzuar. Faleminderit edhe një herë, mirënjohje për të gjithë ju dhe mirënjohje edhe për bashkëshorten Fabiola, edhe pse është bashkëpunimi i parë që bashkëpunojmë në një aktivitet të jashtëm vetëm në familje, por mendoj që për një vit ja kemi dalur mbar. Faleminderit edhe një herë, nda qoftë përhare dhe rruga shqipe, shkolla shqipe qoftë e mbar dhe Vatra Long Island qoftë e mbar dhe shekulloft ashtu siç ka shekulluar Vatra Qendrore. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Atëherë të vazhdojmë. Tani me një fjalë përshëndetse ftojmë editorin e gazetës Dielli, Dr. Sokol Paja. Mirëdita dhe përshëndetje të gjithëve, i nderuar Dr. Paulin Marku, kryetari i Degës, e nderuar kryesi e Degës Vatrës Long Island, e nderuar themeluesi e shkollës shqipe Fabiola Gjinaj, të dashur fëmijë, të dashur prindër, të dashur patriot, i nderuar zoti Nazim Saliu Noli Televizion, dhe gjithë ju që keni marrë pjesë në këtë festë të nderuar, të çmuar dhe të shtrenjtë për komunitetin, për Vatrën dhe për gjithë ne sot. Rrugtimi i Vatrës Long Island dhe shkollës shqipe gjatë këtij një viti ka qenë shumë frymëzues për komunitetin, ka qenë frymëzues për gjithë ne me të cilin kemi bashkëpunuar. Puna, përkushtimi dhe dinjiteti me të cilin kanë treguar jo vetëm udhëheqësit e shkollës shqipe dhe të Vatrës, por dhe dashuria e prindërve dhe përkushtimi i fëmijëve për të mësuar gjuhën në ëmbëllët e shtrenjtë shqipe ka qenë frymëzues dhe ngjall shumë shpresë për të ardhmen dhe për vazhdimin. Jo vetëm të Degës, të historisë së saj, por dhe për historinë dhe kënaqërinë e gjithëve prej nesh. Të dashur vëllezër e motra, përpjekja e secilit prej jush është e shtrenjtë të mbetet në historinë e lavdishme të kombit dhe të komunitetit tonë. Të kontribosh për të ruajtur dhe për të mbajtur gjallë gjuhën shqipe, përveç se është një pasuri kombëtare, është një vlerë e shenjtë dhe e shtrenjtë. Ju përgëzoj dhe ju shpreh respekt për secilin prej jush. Zoti ju bekoft. Faleminderit Dr. Paja. Tani me një fjalë
përshëndetse, ish gazetari I Zërit të Amerikës, zoti Fran Shkreli, lexon Borana Coka. Përshëndetje të gjithëve, mirë se na keni ardhur. Këto fjalë janë të dërguara, të shkruar nga Frank Shkreli. I nderuar Dr. Paulin Marku, ju dhe stafin e shkollës Gjergj Fishta në Long Island, ju falenderoj përzemërsisht për ftesën për të marrë pjesë me ju në këtë festë të përvjetorit themelimit të degës Vatra Long Island dhe të shkollës Gjergj Fishta. Më vjen shumë keq që për arsye objektive nuk kam mundësi të jem me ju për të festuar këtë përvjetor. Njëherëzi, unë u jam mirënjohës për mundësinë që të paktën megjithëse jo I pranishëm, të shënoj këtë përvjetor me ju nga larg, me një përshëndetje të shkurtër, duke ju bashkuar ju themeluesve të degës dhe antarëve të Vatrës Long Island, drejtuesve të shkollës Long Island, e sidomos mësuesve në krye me zonjën Fabiola Marku dhe bashkëpunëtorëve të saj, por edhe nxënësve që ndjekin mësim në gjuhën shqipe, por jo vetëm. Nxënësve, atyre bijave dhe bijeve të diasporës së re shqiptaro-amerikane në atë zonë, të cilët fal angazhimeve patriotike dhe edukative, tuaja dhe të stafit tuaj, të përkushtuar ndaj misionin të degës së shkollës Gjergj Fishta, për të shërbyer si një qendër me frymë kombëtare në Amerikën e George Washingtonit e Thomas Jeffersonit. Si një qendër shpirtërore, edukative, patriotike, kulturore e komunitare për bashkimin e shqiptarëve në Long Island edhe më gjërë. Ashtu që qysh në moshë të re, nxënësit e shkollës Gjergj Fishta të mësojnë gjuhën shqipe dhe të mbeten të ndërgjegjshëm dhe të vetëdijshëm ndaj rrënjve të tyre etnike. Megjithse do rriten dhe do jetojnë në një botë të huaj, të lirë në krahasim me botën e prindërve dhe gjyshërve të tyre. Në këtë oqeanin e madh që e quajmë Amerika jonë e dashur, ku ky brez I ri shqiptaro-amerikanësh, përveç gjuhës dhe kulturës shqiptare, po brumose nga ju, njëkohësisht dhe me ndjenja kombëtare të origjinës, por si qytetar të denjë të këtij vendi me të drejta, liri dhe përgjegjësi të barabarta. Ndoshta nuk është e rastësishme që ky përvjetor I shkollës që mban emrin e poetit kombëtar, po shënohet vetëm disa ditë pas përvjetorit të lindjes së tij në 23 tetor, në muajin tetor, muaji I atë Gjergj Fishtës. Dihet se Gjergj Fishta ishte një mbrojtës I flakt I arsimit shqiptar dhe veçanërisht I gjuhës shqipe, si njëri prej mbrojtësve më të mëdhenj të fjalës shqipe. Vetë Fishta, ashtu si dhe ju në ditët e sotme në Amerikë, por më shumë se një shekull më parë, ishte njëri prej themeluesve të shkollës franceskiane në Shkodër, ku mësohej shqip, në një kohë ku mësimi I gjuhës amtare ndër shqiptarët ishte një aktivitet I ndaluar nga perandoria e errët e pushtuesve Osman. Sot, në Amerikën e lirë e demokratike, në këtë oqean të madh, shtet planet, mësimi I gjuhës shqipe nuk është I ndaluar, siç ishte I ndaluar në Shqipërinë e kohës së Gjergj Fishtës nga otomanët, pushtuesit shekullor të trojeve iliro-arborore. Megjithse plot sfida, siç e dini dhe ju vetë, hapja dhe mbarvajtja e shkollës, siç është kjo e juaja, nuk është I lehtë, pasi çdo ndihmë bëhet me baza vullnetare. Por ama, është një aktivitet I nevojshëm kulturor dhe moral. Në qoftë se komuniteti shqiptaro-amerikan, ashtu siç kanë bërë dhe bëjnë shumë grupe etnike europiane në këtë vend, dëshiron të ruaj sadopak gjuhën dhe identitetin kombëtar në këtë shekull të ndryshimeve të mëdha integruese në botë. Për mbajtjen gjallë të këtij flake përkushtimore, jo pas sakrifica, ndaj arsimit dhe mësimit të gjuhës shqipe. Nevojitet një kategori njerëzish të veçantë të shqiptarëve të shpërndarë në përbot. Siç duket, brenda vetëm një viti aktivitet në drejtimin të Dr. Paulin Marku me bashkëpunëtor, ju keni vendosur një bazë të fortë edukative dhe kulturore në komunitetin ku jetoni e veproni, duke frymëzuar brezin e ri të komunitetit shqiptaro-amerikan në Long Island, të New Yorkut, të ëndërrojnë
në dy gjysmë një të ardhmet më të mirë për veten, familjen dhe komuniteti ku jetojnë. Si shqiptar amerikan të denjë dhe kontribues për një jetë më të mirë në vendin tonë, të adaptuar në Amerikën tonë të dashur, që na ka pranuar me krah hapur duke na dhënë mundësinë për një jetë më të mirë për ne dhe familjarët tanë. Në këtë punë të mundshme, me plot sakrifica, për të kryer mirë, urimet e mia më të përzemërta në këtë përvjetor, me uratën drejt realizimit të plot dhe me sukses të objektivat të misionit tuaj fisnik original. Në vitet e ardhshëm, si për veprimtarinë e degës së Vatrës Long Island, ashtu edhe për shkollën Gjergj Fishta, në veçanti në një zonë të komunitetit shqiptaro-amerikan të New Yorkut. Gjithë të mirat dhe kalofshi sa më mirë Frank Shkreli. E përshëndesim Frank Shkrelin nga New Yorku Long Island. Faleminderit zoti Frank Shkreli dhe zonja Borana Coka. Atëre, të vazhdojmë me një fjalë përshëndetse nga poeti Prend Ndoja. Përshëndetje për të gjithë, në veçanti i përshëndes të gjithë prindrit që nuk përpritojnë me i sjellë nxënësit këtu, edhe me punën e tyre, po na zbardhën fytyrën gjithë komunitetit tonë e njëherit, pe kuptojnë rëndësinë e edukatës dhe gjuhës shqipe. Gjuha shqipe në Long Island ka fillu ka herë, po që hapi një dritare të re, është doktor Paulin Marku, i cili na sjellë një dritare të re, një shkollë shqipe, që më parë nuk ka ekzistuar. Në një vend me mbi 8 milion banor, do më thonë që sot kemi mjaft shqiptarë këtu, edhe e ka pa dhe është e nevojshme një gjuhë shqipe edhe një shkollë shqipe. Kur e dim se vinë nxënësit në këtë shkollë shqipe edhe mësojnë në gjuhën shqipe, nuk do më thonë që edukata është vetëm për gjuhën shqipe, vetëm për popullin tonë, për shkollat tona, sepse edukata është ajo që është edukatë shnosh, është universale, është e përgjithshme, edhe është mbar njerëzore. Do më thonë, edukata që mirret në këtë shkollë nuk mjafton vetëm për shtëpiat tona, për familjet tona, por është edhe për mbar njerëzimin dhe ardhmërinë tonë. Baj apel që të gjithë shqiptarët që kanë fëmijë, të sjellin fëmijët në këtë shkollë, sepse ata se mbjellim sot të trit tanë, të fëmijët tanë, ata do ta kemë të ardhmen, ata do ta kemë në shtëpiat tona dhe në ardhmërinë tonë. Andaj, i lutem të gjithë që të sjellin fëmijët të binë të shkolla shqipe, sepse këtu është ardhmëria jonë, është edhe një dritare që hapim për ardhmërinë dhe vendin tonë. Me pak fjalë, dashta t'ju përshëndes të gjithëve, edhe njëherit e përshëndes edhe Paulin Markun, i cili e bën një punë të jashtëzakonisht të bukur, edhe si tham, përpara kem pas shumë shqiptarë në Long Island, po është ndër të parët që hape këtë dritare dhe na solli shkollën shqipe në Long Island, na solli tingujt e gjuhës shqipe, ku sot nxënësit na me profesor Fabiolën po shëndrisin në të gjithë visër shqiptare, e në veçanti në Long Islandin tonë të bukur, mbi 8 milion banor, një ndër vendet më të bukura të planetit tonë. Andaj edhe njëherë tham i lutna gjithë prindve të sjellin fëmijët të shkolla shqipe, të sjellin sepse ata që mbjellim sot në formimin e tyre, në mendjen e tyre, ata do ta kemë nesër në shoqërinë tonë edhe do ta kemë në familjen tonë. Ajo është interesi jonë i përbashkët, e jo i veçantë. Se dim se kur janë intereset e përbashkëta, ato janë më të forta, janë më të fuqizume, edhe janë kanë një fuqizim, një zonë më të fortë se sa vetjake. Edhe njëherë, ju përshëndes të gjithëve. Nuk kam pas rendin ta marr fjalën, po e falenderoj Pavlinin që më dha fjalën. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, ju uroj shëndet, fëmijëve suksese edhe gjithë mirat në jetën e juaj. Faleminderit zoti Ndoja. Atëre, vazhdojmë me zoti Ilir Cubi, antari kryesisë Vatra, dhe do të jetë një fjallim nga ai. Na me në kryesisë do të bëjmë në
gëzim të madhe për një vjetorin e degës Vatrës në Long Island. Edhe për shkollën e Shqipës e keni hap të uroj me suksese dhe me shumë gëzime. Me rujt gjuhën dhe kulturën e kosh punë letë, edhe për na fëmijë që na le rrit në Amerikë. Unë jam në shembull, jam le rrit këtu në Amerikë. Kultura, gjuha, me rujt është shumë nevojshëm për ne rëni. Dhe do të folin e 2-3 fjalë anglisht për ta fëmijët vogël. Munchkins, you guys, we're so proud of what you guys do every single time when you come here to dance and sing the cultural dancing of Albanian. Continue to be proud of who you are and say thank you to your parents and to the people that take their time and volunteer to allow you guys to share with America what and how beautiful the Albanian culture is. So I want to give you guys a hand of applause. And believe me, we're very proud of you guys. Continue to show the success that your mother and fathers, grandparents, and great-grandparents have dreamed for one day for you guys to do as their kids. Edhe një herë, të rëj, përzemërsisht, suksese, pëllën. Është një punë, se thëshin ta plesht e vjetër, gur do të bëhet murë. Në do fjallës që kam pas për i gjyshi temë, thëjke ka herë. Rëj, gëzime, përzemër ta, ha? Faleminderit Zoti Cubi. Atëre, fjalë përshëndetje nga përfaqësues kryetore Shkolla Shqipe Skënderbeu, Adelina Llocaj. Ju përgëzoj të gjithëve, kjo është era ime e dytë që vi në këtë vend, por unë shikoj një ndryshim shumë të madh, Zoti Paulin, dhe jam shumë emocionuar për këto ndryshime të mëdha që shikoj në shkollë. Shkolla ka një rëndësi shumë të madhe në këtë komunitet, sepse ajo është vendi ku zhvillohet ndërtimi i së ardhmes. Ajo nuk është vetëm një institucion ku mësohen lëndë dhe fakte, por një hapësirë ku fëmijët mësojnë vlera, bashkëpunim dhe përgjegjësi. Përmes arsimit, shkolla ndihmon në formimin e qytetarëve aktiv, të vetëdijshëm dhe të aftë për të kontribuar pozitivisht në shoqëri. Një shkollë e fortë dhe e përkushtuar bëhet qendra e zhvillimit kulturor, social dhe ekonomik të komunitetit, duke nxitur bashkëpunimin mes familjeve, mësuesve dhe institucioneve të tjera. Shkolla jonë dëshiron që gjithmonë të bashkëpunoj me të gjitha shkollat dhe me shkollën tuaj. Ju keni qenë ai që në krijimin e shkollës, ju ishit i pari, e shkollës Skënderbeu, ju ishit i pari që erdhët në Brooklyn për të na përshëndetur dhe unë nuk do ta harroj atë kurrë. Kur shkollat bashkëpunojnë me njëra tjetrën, ato krijojnë komunitete arsimore më të forta dhe më mbështetëse. Duke ndarë burime, duke ndarë ide dhe përvoja të mira, shkollat përmirësojnë cilësinë e mësimdhënies, nxisin inovacionin dhe u afrojnë nxënësve përvoja më të pasura në ditët e përditshme të tyre. Ky bashkëpunim ndihmon gjithashtu në kapërcimin e dallimeve midis komuniteteve të ndryshme, duke nxitur mirëkuptimin, përfshirjen dhe qëllimet e përbashkëta. Kur shkollat punojnë së bashku përmes projekteve të përbashkëta, shkëmbimeve të mësuesve apo programeve të përbashkëta, ato jo vetëm që forcojnë institucionet e tyre, por kontribojnë dhe në zhvillimin dhe unitetin e përgjithshëm të shoqërisë. Kështu që unë mendoj që në të ardhmen, në qoftë se ne do arrim të komunikojmë me njëri tjetrin, të bëjmë zume, të lidhemi me njëri tjetrin, ju premtoj që ne do kemi një sukses të përgjithshëm për gjithë komunitetin tonë. Për të pasur sukses në të ardhmen, si edhe në komunitet shqiptar, ashtu dhe në atë amerikan, është thelbësore që arsimi të përgatisë të rinjt me aftësi që shkojnë përtej librave. Shkolla duhet të mësojnë nxënësit të ndihmojnë në mënyrë kritike, të punojnë në grup, të përshtaten me ndryshimet
dhe të jenë të përgjegjshëm ndaj shoqërisë sonë. Përmes bashkëpunimit ndërkulturor dhe shkëmbimit të ideve, brezat e rinj mund të mësojnë dhe të vlerësojnë diversitetin dhe të ndërtojnë ura mirëkuptimi midis komuniteteve. Vetëm kështu, arsimi bëhet një mjet i fuqishëm për sukses personal dhe zhvillim shoqëror në çdo vend të botës. Kjo shkollë që është ndërtuar këtu ndihmon shkollën tonë, ndihmon edhe komunitetin amerikan në përgjithësi, sepse neve marrim dhe jemi një pjesë vitale e të gjithë shoqërisë amerikane gjithashtu. Unë që në të ardhmen ne të vazhdojmë bashkëpunimin, të forcojmë lidhjen me prindërit. Unë kam rastin të punoj edhe në shkolla amerikane si mësuese, na rekomandojnë shpeshherë që një herë në muaj të marrim prindrit dhe t'i fusim nëpër klasa. Dhe ata e vlerësojnë shumë sepse duke marrë prindrit, jo vetëm prindrit shikojnë se sa e vështirë është puna me fëmijën, por edhe ne marrim idetë e tyre dhe i fusim në mësim. Kështu që rreth 9 herë në muaj, 9 herë në vit ne i kemi ata prezent në klasë. Kështu që unë dëshiroj që jo vetëm midis njëri tjetrit, por edhe prindrit, edhe të jemi si një grup i vetëm, sepse neve do bëjmë më të mirën për komunitetin ton, dhe sa më të fortë të jemi, aq më shumë do të na pranojë Amerika dhe do të na vlerësojë dhe do të mbështetet tek ne dhe te shpatullat tona. Unë të uroj gjithë të mirat. Edhe një herë jam shumë e shokuar me këto gjëra kaq të bukura që shikoj, me vendin, me fëmijët, me veshjet dhe çdo gjë tjetër. Ju uroj çdo të mirë në jetë. Juve dhe gruas tuaj dhe prindërve dhe fëmijëve që i dua aq shumë. Faleminderit edhe një herë, zonja Llacaj. Si përfundim ju përshëndes të gjithë për fjallimin që keni bërë dhe do të vazhdojmë me aktivitetet muzikore, recitale dhe të nxënësve të shkollës shqipe Gjergj Fishta, u përgatit nga mësuesja Fabiola Xhinaj. Të nderuar të pranishëm, kemi kënaqësinë që në emër të shkollës tonë t'ju uroj mirëseardhjen në përfitoren e shkollës Gjergj Fishta, New York dhe Vatrës Long Island. Sot nxënësit e shkollës Gjergj Fishta do performojnë me recitim këngë e vallen nga treva të ndryshme. E hapin programin me këngën Rjet me këngë e ligjerin këndon Emily Marko. Shqiptari vjen.
Ne presim Johnson ton Ayla Dura me veshën Shqipok. Kratë fluturove të në përskajtësi, vëtë të qëtën këtë të bështi, kërështë së të mbështësiri, as kjopin, as kërkur, në fund më të bëresh, por që dhe në flamurë. Shqiptarët luftuan me armë dhe me penë për Shqipërinë tonë të dashur, ku u thurën shumë vargje e kam. Tani vjen me vjershën Adheu ynë i shtrenjtë, recitojnë Arnisa dhe Arnisi Luçani. Adheu ime shtrenjtë e bukra Shqipëri, e vendi ime dashur se ti të vajnë në gjithë. Të gjithë të tojnë të dua, sa nuk ta temi dot, me asnjë vend tjetër nuk të ndrojnë në botë. Zonca jonë, Warda Bilali, do të sjellë përpara jush këngën kushtuar legjendarit Adem Jasharit Mora Fjalë.
Mirë presim me një duhet rokitje në nxënësen tonë që vjen me vjershën Harta Wendy Bilal. Një ditë po kundëroj hartën dhe s'po gjej vendin tim. E kërkova, taj nga dalë me gishtin tim. Dora ngreu tek një vend i rrethuar kaltrësi. E më zëtë lartë thira ja e gjeta Shqipëri. Lotët sërimare thuar, goja s'foli as një fjallë. Buza lëtë me vete foli për Shqipëri kam sa ma. Shqipëri o vendin tim edhe pse s'jetoj të këti, trupin kam edhe të uj, shpirtin zemër kam atë. Edhe pse të gjenduar larg vendlinjes në Mërgin, ne kur soi harojmë rënjet tona, atë dhe unë tonë. Të mirë presim me këngën, duaje atë dhe unë tënë, këndon Ajla du. S'ka një se në dështin, so janë tush të më këtës, o s'ka ma mirë se në dërmin, a e të zemër, edhe pse jo tu më mërgjin, se në qanë për vendin tim, edhe pse unë jam më ngritar, për vendin që në babit, mali në kamar. Ti do t'vish në vendin tënd, ati ku papi shtrati ka tënë. Vendi o vendo dashuri, ati ku shpirta, ku shëqetësi. Te parë dojnë në kanon në manet, në Mërgin, mos me utret. Te parë dojnë në kanon në manet, në Mërgin, mos me utret. Duaje atë tënd, ku do që shkosh, të përderosh, do ta dua vendin të babitin, e pse linda larga që ti kur Mërgin. Duaje atë tënd, ku do që shkosh, të përderosh, do ta dua vendin të babitin, e pse linda larga që ti kur Mërgin. Gjama tani via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qytetia, sa e madhe, o Shqipëria. Gjama tani via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qytetia, sa e madhe, o Shqipëria. Le të mirë presim nxënësit e shkollës tonë me vallën e Çanarisë.
Mirëpresim në vjeshën o malet të Shqipërisë dhe citon Alex Qepuri. O malet të Shqipërisë dhe ju rizat e gjatë kushit që gjërë me lutë që gjuka ndërma ditë e natë. Ju bërgor bukurosh dhe i lumenit të kulura, gjuka kodarbinja gërshë dhe i plujit e gjelbëruar. Mirëpresim me duar trokuritja me këngën e kam emër kosovar interpretuar nga Bora dhe Parta Logja. Unisa për
na mëson pa pritim. Mezi presëm të ndëgjojmë në historinë për vendin tonë. Shkolla Shqipe shumë të dua, ti më jati të ri mua. Shkolla Shqipe më krenare, se unë jam shqipëtare. Me shumë të shqip nga bora e bora. Mendoj që nuk ka shpërblim më të madh se sa të ndëgjosh të flasësh shqip dhe të vlerësosh për të nga vetë fëmijët. Ju falenderoj gjithëve. Ne presim me duar trokitje, motër dhe vlla me vjepshën gjuar shqipe, e citon Aron Domi, Bërken dhe Era Bajraktari. Gjoha jonë, sa e mirë, sa e ambël, sa e lirë. Bravo. Dua Shqipëri. Dua shumë Shqipëri. Shqipëri dhe dua shumë. I tjetër vjersh i dedikohet adeut ton të shtrenjtë, reciton Majda Pilali. I mora anë atit në të ishte dhe nëna, i mora të në tokës në të ishte dhe zemra, i mora të në detit në të ishte dhe qili, i mora hanës në të ishte dhe dili, i mora në erës në të ishte dhe shiu, i mora në ujt në të ishte dhe njeriu, i në të që i pash të sa unë virë, Azeu e par kërë e Flavia Azeu. Rënjet tona nuk i harojmë kur edhe pse larg në mërgjim. Tani mirë presim këngën Jam Djaj Luka Gjini, interpreton Alex Shqipëri.
Mirëpresim nxënësit e shkollës Gjergj Fishta me vallen e Rrugovës. Mirëpresim me duart trokitje me vjershën Albeu Yll reciton Kamila Marku. Jam shqiptare, brenda në tri, ju jam on, ju jete, ju jetë të a bukur është Shqipëri. Mirëpresim me duart trokitje me vjershat e tyre Dritëro Albin dhe shqiptar Mulaj. Martës gjithë, as një pan s'ka vëshka syrë, as kopën, as të kërë, në formë në pinëresh, për e tjeve në bëmë. Shqipëri, kërë dërë, me jep armi shqiptar. Zemër ti në këtove, fazën shirë e në zorë. Bravo!
Në të mirëpresim me vjershën Vale Shqiptar, reciton Alicia Dura. Unë jam emigrante, largë dhe të huaj, ama Shqipërinë nuk e kam haruar. Flas shumë mirë shqip, shkruaj edhe bukur, mame me përgëzon, sa ndihem e lumtur. Këndoj edhe bukur, ti dhe të kërcej, Vale Shqiptare me duar në bet. Ndaj kudo që jemi, të gjithë o fëmijë, kur mos të haroni të bukurën Shqipërinë. Tani kemi këngën Xhamardani Via Via, këndon Vincent Marku dhe Alex Qepuri. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Xhamardani via via, veç Kosova o Shqipëria. Resi zemër qyteria, o sa e madhe o Shqipëria. Vjen përpara jush parta logja me
me veshën pranvera. Pranvera e pranvera o fëmi, gjithë ka të dukëri, që ligjër kartëron, porin që lëshëron, kave mbushë, nërë mbushë, sa të vërda, sa të kushë, si sa që një lasë kutorë dhe të lasë. Mirë presim Emily Markun me vjeshën Shqipëria ime. Shqipëria ime është një vend i vogël, e rrethojnë plot përi, vallëzojnë te 4 stilet, ajo quhet Shqipëri. Atëherë dielli atje lind më bukur. Pranvera plot qelbrim, dimër vjeshta dhe vera bukurojnë adeon tim. Atje rriten plot shëndet, tje me vajza bukuri, atje është adeu e bukura Shqipëri. Vjen me këngë Pol Shqip, Alicia Dura dhe Arnisa Muçaj. One check, please. Po ju e jeni shqiptar? Po. Po folni më shqip, po. Çdo behar kur vi, për festa, për gëzime, vështirë si me qenë, në gjure në nëstime. Shqip të foli nëna, kur e të në jetë, mos e haro gjuha, kudo që të jetë. Ti ke gjuhën tënde,
Mirpresim Bora Logja me vjershën abetare. Are, abetare, në qëtë faqe në dritare, po më qenë për qëtë dit, e më jap gëzime drit. Ore, o fletore, ka me vjata, katrore, do t'i shkoj me vjate lira, do t'i mbush me nota të lira. E a shkojnë dorë për dore, shoqe të uta, e pëntore, shkolla dashër për në frat, e më zini në thërat. Tani vjen me këngën, këndoj shqip se jam shqiptare, Emily Marko. Këngën Kosovë Shqipëria këndojnë Arnisa dhe Arnis Muçaj. Katolike musliman, kemni vende, kemni nar, kemni gjakeri flamur, në përgjana në bankure. Këngë që të mena në, ka kutu se s'te usar. Se ka shqiptar, sa du kapët shqiptare. Kosovë Shqipëri, jena pësmi, jena një, ku ka shqiptar,
kuramit po I vjen fundi. Në mbyllje kemi valën e motive madjane para jush nxënësit të shkollës Gjergj Fishta. Gjithashtu duke falenderuar nxënësit e shkollës Gjergj Fishta, stafin e shkollës dhe prindit për përshëndetjen që kanë treguar që fëmijët e tyre të mësojnë shqip. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe uroj që vatra dhe shkolla shqipe Gjergj Fishta New York shpërblyeshin brez pas prezin. Ju falenderojmë që ju bashkuat festës tonë, tani ftojmë mësuese Fabione. Përshëndetje gjithëve një herë. Pavarësisht se unë jam gjithkohës me fëmijët, por këtë do të thotë që nuk jam falendëruese dhe mirënjohëse për pjesëmarrjen tuaj në festën tonë. Jam shumë mirënjohëse të gjithëve që erdhët na bashkua dhe patët durimin të na dëgjoni, sepse ndoshta pak u zgjat programi. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe kësaj radhe nuk do e harroj editorin e gazetës Diellit të kërkoj ndjesën dhe ndoshta herën tjetër kam pas emocione. Falenderoj shumë për prezencën tuaj sot dhe të gjithë shkollës Skënderbej e gjithë të tjerë që jeni këtu. Zoti prendoja e gjithë me radhë. Të merresh dhe të kultivosh gjuhën shqipe kaq larg vendit ton nuk është e lehtë nga ana emocionale në radhë parë dhe bashkëpunimi me fëmijët, sepse ndoshta jemi breza që ndoshta nuk është e vështirë se du ta ndjesh gjuhën që ta flasësh, por duke parë sot, duke parë vazhdimsinë që kam pasur tani një vit, jam shumë krenare që Paulini e nisi këtë nismë dhe bashkangjitëm të dy bashkë.
Sot ndjej falënderim t'ju bëj në radhë parë gjithë prindërve që pavarësisht kushteve dhe rrethanave se gjithë jem të zënë, të gjithë sillin fëmijët dhe punojnë, sepse nuk mjafton vetëm një herë në javë që fëmijët të bëjnë këtë lloj performance, pra është puna që bëjnë edhe prindrit në shtëpi. Dhe mbi gjitha dua të falenderoj të gjithë prindrit, të gjitha nënat, por në veçanti do falenderoj mësuese Dorina Duran, që ka qenë një mbështetje shumë e madhe për këtë festë për mua, edhe gjatë gjithë vitit, por kësaj radhe dua ta theksoj më tepër. Faleminderit shumë për ndjesën tënde. Unë nuk do të humb më kohë. Sot është dita që është e fëmijëve dhe ne kemi bërë një certifikat simbolike për vitin 2024-2025 dhe ftojmë drejtorin e shkollës Paulin Marku të japi certifikatat. Atëherë, marrim me radhë fëmijët Alex Qepuri. Gjithashtu kemi bërë, duke falendruar Vatrën Long Island, që na ka mundësuar të gjithë bashkë që të bëjmë trikot në logën e shkollës shqipe për gjithë fëmijët. Faleminderit dhe sukses Alex. Vazhdojmë, Alicia Dura. Vazhdojmë, Ajla Dura. Vazhdojmë, Arnisa Muçaj. Vazhdojmë me Arnis Muçaj. Arnis. Të bëhet gati Albin Mulaj. Albin. Aron Tomi. Bojtën Barakari. Bora Logja. Dritoro Mulaj. Emily Marku. Ira Bayrakari. Edhe pse është më vogla, ka qenë gjithmonë në rregull në mision. Era, hajde këtu, kështë e jotë. Camila Marku. Kemi Klea Bilali, por presim se ka qenë në një tjetër angazhim. Parta Logja. Warda Bilali. Një presim Klea Bilalin të marrë certifikatën. Klea. Wendy Bilali. Aroni, dinan dhe së të Shqiptar Mulaj. Shqiptar në emër dhe shqiptar në origjinë. Kokona. Në mbyllje, se nuk du të animam edhe një herë tjetër fjallën, dhe dua të bëj, para se të falenderoj të gjitha të që nga kanë të shtetur,
do t'ju kërkoj vetëm 5 minuta kohë. Një foto me fëmijët dhe me stafin e shkollës, një foto të gjithë pranishmeve që jemi këtu, dhe do ta mbyllim me këngën e Klea Bilalit, e cila ka pas një aktivitet tjetër dhe sapo ka ardhur. Gjej rastin të falenderoj të gjithë mbështetësit e Vatrës që mundësuan këtë drejt, duke filluar me editorin, Edilit Sokol-Paja që mundësoi reportazhin e gazetës, të Venolin që mundësoi të gjithë filmimin që do ta transmetojë në televizorin e tij, DJ-n më të mirë të Long Islandit, i cili na mundësoi mundësinë e muzikës. Do të falenderoj Enar Çepurin dhe Ruden Xhoxherin sepse besoj që na kanë përgatitur një drejt të bollshme. Falenderoj të gjithë ato që mbështeten në aspektin financiar, kohor dhe gjithçka për këtë drejt që besoj që jemi kënaqur gjithë së bashku. Unë jam i bindur që gjithë së bashku do ja dalim dhe do jemi më të fortë në 2026 me 26 tetor kur bëjmë të vjetorin. Ju falenderoj të gjithë.